qisat e kjerit për tavolinin një tjetër. Për mi jetë 30 milion janë sakatuar me veti. Që kanë hekë, në i pa këtu, pa këtu, do ganë, në i kështu, kë i ka shnuk me shumicë, se kë din, ka stilin tjetër. Kë vjedha aty ku bërë shumë, edhe kush zgudzën mja marë qizën e kjerit, a mja kuzu, e ka metodin tjetër, kështu që kemi kënu kongën. Plus, unë të sugjeroj, në të ardhën tjetër, rapsod, kontar, po dhe që pas ma merë, mund është me së nuk duesh mi në kënu kongë një njëri, që folë në parlament Kosovës, e qohet Ganimet e Musliu, si shot Galica, edhe janë në flamurin të tak, ti fënjit, kur e në flamurin të nuk e hek mu. Mu në ju thësha, më spjendojmë se në heki. A e nën, qohet shot Galica, tha nën, trak, edhe, nuk duesh mi kënu as i kongë, dhe qatë melodi, qatë i njëri. Në nga mu. Kongë që asi melodi e kënohen atyne që kanë zemën luan, e ndojnë Shqiponin se hekin mu, thojnë bashkimin kombëtar se ndrojnë mu. Janë gaqe me dek ditë frontit. Ata që kanë qëndrua aty vetën, ata që kanë thonë kanë dirë gjak prap vetë, që atyne ju kënohet konga. Pas një mund është me kënu, no, po si mësë ma mërë ti mu si qenë. Unë për të kalëzaj, se unë jam rritë në kullë, jam rritë so burrave. E di traditën me dojë mamë në shumë duka gjini për traditë. S'kish ka full, burë. Konga i kënohet ati që dirë. S'kan drejt me botë debat. Ha? Unë jam këllëtarë në s'kan drejt me botë debat. Bravo. Ja, s'ka po. Kemi shku me sugjerime, po, më si me. Po, kemi shku me blok të partë marketing dhe shmi këthy pjesën e ditë bashkë. Marketing këthejme pas pak. Jemi këthy prej blokut të portë të marketingut bashkë për të ndëruarin Floren Krasniqi. Faleminderit që na ke orë sonte. Dorë të kipë edhe njerë për të rinjë. Po më pëlqen që je shumë i sinqert burë, thash edhe ma herët, edhe kështu dëmon pas kamera thash që je sinqert. Kur punen për një qashti madhore... Jo që mu po më pëlqen shka po thu burë, po... Këtu nuk jam të bo biznes, jemi të bo një debat për një popull që është në halë. Shumë në halë. Që nuk i ka punë mirë. Nuk ka shumë keq. Është kur ma mirë se konë Kosova. Po, na e na qupish? Muhet me konë shumë ma mirë. Nuk ka nevoj me bo që anë ka bo tash. A do të bëhet asociacioni direkt? Po nuk ka rrugë tjetër. Une, kom thonë dhe përpara, vazhdej me thonë, në besoj në shkembim territoreve. E vetëmja mënyrë me i asociacionit është shkembimi territoreve. Dhe mund t'i je pajtu me idenë Hashim Thoqit? Absolut. Hashimi mendoj e ka pas idenë e mirë, po s'ka ditë me shit, edhe s'ka pas guxim me dalë për balë, se s'ka pas njerëz, Hashimi jo dash me bo organizimin më të mirë, edhe me dalë bashkë me shumë njerëz transition, familjet majat Kosovës që kanë luftu, njerëz transition në biznisit, edhe me dalë me thonë, dojmë shkemby territoret. Amerika kone gachme, Evropa gachme, edhe të nëshim... A kish pranu Vučići? Po, asocioni si shbon. Po dhe kër e kini kundër ide, po ki drejt. Kini tjetër, unë po absolutisht. Po. Po deni. Po doni, s'po doni. Po dhe ki alternativë. Nuk, ideja Hashimit ka pas vend për përmirësim si gjithçka tjetër, po kone mirë. Po Hashimi s'ka pas, tash është një vend ku s'duhet me konë, edhe nuk ka mirë me marë në përgoj një njëri që është të ballafaqum një pa drejtësi, pa pame. Po, a ka pas idenë e mirë, po diçka ka pengu. Se s'ka mujtë mja shqit popullit. Unë e kom në gjuhë intervistat e ti edhe shkoj ke dej afer, po nuk mu i ke me thonë... Zgëzë ke me thonë? Ja, nuk mu i ke për arsyet ndryshme, dhe mënë, aje ka ditë. Aje ka me thonë, ku të thejet për jage, ka me kalëzu se këthejet i pafajshëm, ti besën pafajsin e ti? Unë e besoj se është i pafajshëm. Besoj se tonin pafajshëm. A kthehen, a nuk kthehen, nuk jam i sigurt. Pse? Pse ajo nuk është drejtësi. Ata kanë me denu për me dhonë serbe një farë satisfakcioni. Kanë më ra viktim e mi au plëcu serbe një dëshirë për mi marrë me të mirë. Serbe. Edhe nuk e shojnë, dhe më në drejtësia për ndimorë është qashton. A lidhët me asociacionin edhe me njujnë e Kosovës nga Serbia, dhe mon lirimi? Jo, nuk mendoj se ka nëj peshën këtë
relacionin A di pse tu e di domon që të satisfaksion që thua. Ja japin satisfaksion serbë. Dojnë mi denu për mi knaq. Po aspiratat e tyre. Ata serbë nuk knaqen, unë ja kam sfigu amerikanëve se arkin pas mundësi në atë nivelin tem. E pse bashkëta mi denu? Serbë nuk knaqen, po këta janë kryesorët. Hashimi ka shpallë pavarësi. Ai do të mu denu. Jakub Krasniqi kon figura kyçe e kreç zhvillimeve kombëtare të përfshira LDK në periudha Rexha kon inspektor. I dedikum. Rexha fëmijë ka marrë pushkën kur se kanë shudesh liru Kosova. Asnjë minutë se ka hek pushkën bidore. Komerita liru Kosova. Shumë. Domthon ta janë njerëz kyç. Ta do të mu denu. Ku denohen ta, atë denohet UÇK-ja. Ata na nuk kemi kundër UÇK-s. Jo nuk keni kundër UÇK-s, po jeni kundër krerëve të UÇK-s. Po është edhe një tallje më shumë. Për shembull, unë kam thonë në Amerikë kështu, kem pas një konflikt verbal me njëri shumë transition, edhe kam thonë mos ma fy inteligjencën. Lutem. Dënoj gjinën, dënoj mu vranani, po inteligjencën mos ma fy. Se s'meritoj. Nuk është kjo kundër UÇK-s. Mos bakon PSD-ja, Minal atë kryetarin e gjykatës së Bullgarën, ka Filova shka. Trandafilova. Trandafilova, sa. Po. Mes me pakon... Ti e qilluve ma shumë emër. Mes me pakon PSD-ja Minal, ata me ardhë këtu, ajo kishë ardhë, edhe 2 muaj më rapa i shku vala 2 të njerëz në hapë. Sa ajo kishë ardhë, kishë tonë na jemi veç për drejtësi... Do më pas të laun ato ka pos mi morë edhe këta tjerë. Ajo ka ardhë këtu, mi pa qyshë situata edhe mi që tjerë. E vetëmja, ma e me, vetëmja arsye pse nuk janë tjerë njerëz në Hagë është mos ardhja asaj këtu. Këto e kam sigurt 100%, jo 99%. Kështu që ajo s'ka vend këtu, njerëz që ka Hagës nuk kanë vend këtu, gjykata e Hagës do të më zhbon, sa më shpejt, e paguajmë në çmim. Po unë jam i gatshëm si njeri mi pagu, si shqiptar, çfarë dëshmimi koft, edhe do të më zhbon se na turpnon për jetë tjetërve. Ata kanë planin me na turpnu. Thonë se një konë bandita, kriminal, këni vrajgjën, a ki pa dëshmitar që a thoi. Në ka shty, ja kom shty, edhe në gjykatë dërkomtarë. Në love pa lidhe, po dhe? Nuk ka asë një provë. Absolutisht. Kthehemi përsëri tek vetëvendosja. Dhe me thonë, realisht ti ke qenë pjesë e shumë ngjarjeve dhe e keni deklaruar dikun që thu kam shku 2 natës te Albin Kurti dhe kam thonë me nal se ka pas më bë luftë civile, është e vërtet? Po, kem shkuar me ambasadorin Walker kur i vranë këta dy djemt. Mombole edhe Arben Xheladini. Arben Xheladini, kur vranë me shkurt, me 10 shkurt. Edhe atëherë situata shumë kritike, tepër kritike. Edhe Albini ishte në Borg në Pej, më shku me ambasadorin Walker në 2 natë se kem taku. Vela i gjyqtari kon pe Tamila